Jam Afrim Shatku, architekt me profesion, po edhe merrem me pikturë. Në architekturë jam dikundi 50 vite. Në Dauti Commerce rrugtimi im nisi vitin 2008 dhe 2009, kur janë nisën me objektin e parë të Dauti Commerce-it i ndërtuar në Gërlic pranë Ferizajit. Në Dauti Commerce, në vetë ekspansionin e vetë të zhvillimit, gjithmonë kanë diçka të re, aplikojnë diçka të re, edhe jenë objekte që e sfidojnë secilin arkitekt. Jenë objekte që ndërtohen më tepër në komplekse, siç është ky kompleksi ku jemi tash me 70.000 metra katror, me funksionalitetet e veta, me dizajnimin në çdo pikpamje, edhe parterik, po edhe të secilit objekt në vete. Me kompaninë Dauti Commerce, me të e pas parasysh madhësinë si kompani, edhe të e pas parasysh që gjithmonë kanë kërkesa të reja, është me të vërtet një sfidë. Mirëpo, sfidës duhet edhe t'i dalish bah. Fati mirë është që kemi gjetë bashkëpunim dhe besim të dy palët. Gjithmonë jam i kënaqur me atë se sa jam i vlerësuar prej kompanisë Dauti Commerce. Unë kam para 2-3 vitesh edhe mirënjohje për veprimtarinë time që kam bë në Dauti Commerce. Parimet e mia i mbështesin pastërnjere në profesionalizmin tim. Aty ku mundet kërkesat të zbatohen, që nuk bin ndesh me normat profesionale. Në Dauti Commerce, prej vitit 2009 që jam, kam shënime, mund të them pastër edhe çdo ditore. Ku çfarë veprimi bëhet, japim rëndësi se cilës gjë që është në suazat të normave ligjore. Se arkitektura sa është art, ma tepër është edhe aplikim në baza normative. Gjatë karrierës, ma tepër sfiduese i kam qujt objektet fetare që i kam realizu dikundi 44. Jam mundu që sa ma tepër të jemi autokton, gjithashtu edhe për mu ishte kënaqësi